çfarë na bën edhe shpirtëror? Është e rëndësishmja dhe është pjesa kryesore. Është vargu 20 e thotë, sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e vështron, vargu 24. Ai e vështron veten dhe ikën menjëherë harron si që. Kjo lloj metafore që Jakobi përdor, pra metafora e pasqyrës, shërben si një analizë e thellë teologjike. Pasqyra përfaqëson fjalën e Perëndisë. Po të vish tek fjala e Perëndisë, në qoftë se ti nuk e shikon veten tënde, ose nuk analizon veten tënde, atëherë ti nuk po e lexon siç duhet. Atëherë ti nuk je i hapur. Atëherë zemra jote nuk është e hapur. Mendja jote nuk është e hapur. Dhe ti nuk je gati për të dëgjuar. Prandaj, nëse ne e shikojmë veten tonë në pasqyrë, është rrallë herë mund të ndodhe që harrojmë si jemi. Shpesh herë neve kur dalim jashtë që të takojmë njerëz të tjerë, neve e shikojmë veten pasqyrë, apo jo? Përgatitemi, pastrohemi, krihemi në mënyrë që ne të dalim të jemi sa më të paraqitshëm, edhe sa më hishëm. Pra, ashtu si pasqyra zbulon gjendjen e jashtme të fytyrës, fjala zbulon gjendjen morale dhe shpirtërore të zemrës.